Shtylla private, bile dhonjën nga ta, disa dronit, janë 1000 tela. Plus atyne ka shkolla lidh edhe interneti lidhën aty, si rrezik për fëmijët e shkollës, për banorët, për njerëzit, me keqardhje thonë këtë punë, kanë bën kërkesa se të gjithë banorët paguajnë energjinë elektrike, pse si shërbim qytetarëve. Na nuk kërkojmë parametra rrugës, rruga është për ne Nazaboll, por kërkojmë të që prej të makina që po shikoni ju edhe unë, e deri në fund të kryqëzimit dytë, është skandaloze. Kërkojmë një asfalt, më na punu, më na kriju këtë mundësi në mënyrë të tillë që timi. Kur nëse nuk bëhet një rikëzjedhje, na s'kena pse të syjmë kutin e votimit, që thotë një. Për kë votojmë na? Po na votojmë për fëmijët tanë, për njerëzit tanë, për shoqërinë tanë, për një ardhmë më të mirë. Kjo zonë është e papërkrahun me kohë, as me asfalt, as me ujësillës, as me drita, janë dritat për tokë, janë me rrezik familjesh me met fëmijën, me met njerëzit në kurrent. Po gjithçka është problemi i asfaltit, si mund shkojnë një fëmijë në kohën e dimrit në shkollë, si mund shkojnë në kohën e verës prej pluhnit. As edhe një nuk shkon në qenet votimit, po su mur me dokument si